përmendet një evlia, dashur vëllezër, në këtë kontekst. Evlia dini çfarë është? Njerëz të mirë shumë që Allahu i ka graduar me disa keramete, me disa mrekulli që nuk i kanë të tjerët. Kjo arrihet me namaz, me dhanje, me sinqeritet e kështu me radhë. Ky njeri evlia, kur erdhi vdekja, ushtri në shtratin e vdekjes, tregohet që në atë agoninë e vdekjes, pak para se t'i dalë shpirti, i thonë të disa fjala që ato të pranishmit u çuditën. Thanë, çfarë thonë të ki? Vetëm i përsëriste këto fjalë. Sikur të ishte më e reja. Sikur të ishte e plota. Sikur të ishte më e rëndë. Sikur të ishte më larg. Këto fjalë duke i përsërit, dha shpirt edhe mbaroi punën e vdiq. Të pranishmit u mërzitën shumë se nuk i kuptuan sekretin e këtyre fjalëve. Sikur të ishte më e reja, sikur të ishte më e plota, sikur të ishte më e rënda, sikur të ishte më e larg, kështu me radhë. Mbas disa kohëve thot një shok i tij, gjithashtu një njeri i mirë, e pa në ëndër këtë evlian që kishte vdekur, edhe i tha, a mi tregon sekretet e atyre fjalëve në agoninë e vdekjes që i përsëritje shpesh edhe vdiqe? Thot po, thot, fjala e parë që e përmenda sikur të ishte më e reja, kur isha gjallë në një ditë acar dimri të ftohtë, më erdhi një fukara dhe më kërkoi diçka, një tesh të mbulohet, të rije pak më ngrohet. Unë kisha 2 xhibe, 2 mantela, edhe e hapa dollapin tim dhe ja dash atë vjetër. Kur pa shpërblimin e madh ke Allahu për çat xhibe të vjetër, thosha në agoninë time të vdekjes, sikur t'ja kisha dhënë 3. Sa shpërblim? Një kaput, një xhibe, një mantel. Ne e qohëm atë më të vjetën, që se veshëm vetë, ja jep atij. Edhe thot, një ditë tjetër, thot, më erdhi një fukara i urritur shumë, pa bukë ishte, s'kish ngranë me ditë. Edhe kisha vetëm një kulaç, e ndava për gjysmë, ja dash gjysmën, thot. Edhe kur e pa shpërblimin e madh të Allahu për çat gjysmë, somuni, kulaçi, thash, sikur t'ja kisha dhënë komplet, merre, hajde, vetë do risha pa bukë. Kur e pash shpërblimin e madh. Një ditë tjetër, thot, pash një fukara i cili mbante një bar në shpinën e tij dhe mora i ndihmova. Prandaj thash, sikur të ishte më e rëndë ajo bar kur pash shpërblimin e madh të Allahut. Edhe thash, sikur të ishte distanca më e largët që mbaja atë barën, hala më larg. Nga shpërblimi që pash nga Allahu xhaleshanu. Dashur vëllezër, çfarë na tregon? Se Allahut nuk la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Allahut nuk i fshehet asgjë në tokë dhe në qiell. Çdo gjë regjistrohet. Mos anashkaloni dhe mos neglizhoni edhe punën më të mirë, më të imët qoftë ajo. Se Allahu i regjistron. Allahu na fal të gjithë inshallah. Allahu na bëf prej atyre që sado që të kemi pak ose shumë të japim vetëm për hirin e tij, të kënaqim Allahun xhaleshanu që ai të na kënaq dhe të na surprizoj me Jannatul Firdausi botën tjetër. Walillahil Fatiha.